Situata në Iran sa vjen dhe po përkeqësohet teksa sulmet ndaj protestuesve kanë shkaktuar mijëra viktima. Sipas Iran International, numri I të vdekurve ka shkuar në të paktën 12.000, shumica nën moshën 30 vjeç, ndërsa autoritetet iraniane flasin për rreth 3.000 viktima. Ndërkohë, pritet ekzekutimi I një protestuesi 26 vjeçar, I arrestuar gjatë demonstratave. Presidenti amerikan Donald Trump u ka bërë thirrje iranianëve të vazhdojnë protestat dhe të marrin kontrollin e institucioneve. Trump ka anuluar të gjitha takimet me zyrtarët iranian, duke shtuar se ndihma është në rrugësipër për protestuesit. Duke folur në Detroit, Trump paralajmëroi se përgjegjësit për dhunën do të paguajnë një çmim shumë të lartë. Mesazhi I tij për Iranin këtë mëngjes në platformën e tij të mediave sociale Truth nxiti pritjet për një sulm të mundshëm amerikan kundër ajatollahëve. Sipas burimeve të mediave ndërkombëtare, sekretari amerikan I shtetit Marco Rubio ka bërtoditur se Trump po shqyrton aktualisht opsione jo ushtarake për të mbështetur protestuesit iranian. Ndërkaq, SBA ka paralajmëruar gjithashtu tarifa 25% për vendet që tregtojnë me Teheranin dhe u ka bërë thirrje qytetarëve amerikanë të largohen menjëherë nga Irani. I dërguari I shtëpisë së bardhë Stevie Witkoff zhvilloi këtë fundjavë një takim sekret me Reza Pahlavi'n, trashëgimtarin e dinastisë Pahlavi në Mërgim, për të diskutuar mbi protestat. Raporton Axios, ky ishte takimi I parë në nivel të lartë mes opozitës iraniane dhe administratës Trump, që nga fillimi I protestave. Pahlavi po përpiqet të pozicionohet si një lider tranzicioni në rast se regjimi bie. Ekipi I sigurisë kombëtare I shtëpisë së bardhë mbajti një mbledhje të hënën për të shqyrtuar opsionet e reagimit, megjithse presidenti Trump nuk mori pjesë. Pamjet e shpërndara nga aktivistët tregojnë trupa me plagë të rënda nga plumbat dhe qytetarë që përpiqen të identifikojnë të afërmit e tyre mes trupave të pajet. Forcat e sigurisë raportohet se bastisin spitalet private, duke kërcënuar stafin mjekësor që të dorëzojnë informacion mbi personat e plagosur. Sekretaria e jashtme britanike Yvette Cooper ka konfirmuar se numri I të vdekurve ka kaluar 2.000, por frika është se shifra përfundimtare mund të jetë shumë më e lartë. Presidenti Donald Trump reagoi me tonë të ashpër, duke kërkuar nga patriotët iranian që të mos dorëzohen dhe të marrin nën kontroll institucionet, ndërsa ekipi I tij I sigurisë kombëtare shqyrton opsione që përfshin mjete ushtarake dhe operacione klandestine. Aktivistët e të drejtave të njerëzit kanë krahasuar bllokimin e komunikimeve me një burgim të vetmuar për popullin iranian, që regjimi të mund të shtyp protestuesit pa u parë nga bota. Protestat filluan në fund të dhjetorit për shkak të rritjes së kostos së jetesës dhe u zhndërruan shpejt në një revoltë kombëtare që përfshiu të 31 provincat e Iranit, duke kërkuar fundin e pushtetit që vjen pas revolucionit të vitit 1979. Rusia ka reaguar ashpër duke I cilësuar kërcënimet amerikane si të papranueshme dhe paralajmëron se çdo sulm I ri ndaj Iranit do të kishte pasoja katastrofike për lindjen e mesme dhe sigurinë globale. Edhe Kina, blerësi më I madh I naftës iraniane, dënoi masat amerikane dhe deklaroi se do të mbrojë interesat e saj. Ndërkohë, KB është shprehur e tmerruar nga dhuna, ndërsa Bashkimi Evropian ka njoftuar sanksione të reja kundër regjimit iranian. Ndërkohë, administrata Trump po vlerëson edhe skenar për një ndryshim të mundshëm regjimi. Shefi I sigurisë kombëtare iraniane Ali Leriani në një postim në X e quajti presidentin e SBA-s Donald Trump një nga vrasësit kryesor të popullit të Iranit. Ky reagimi I Lerianit erdhi pasi Trump tha se kishte anuluar çdo takim me zyrtarët iranian për shkak të vdekjeve të protestuesve. Leriani gjithashtu e cilësoi kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu si vrasësin e dytë në listën e tij. Trump tha të martën se ende nuk ka qenë në gjendje të ketë një pasqyrë të saktë se sa protestues janë vrarë në Iran, ndërsa këshilloi amerikanët që mbetën në vend të largohen. Presidenti nuk pranoi të jepte më shumë detaje mbi mesazhin e tij të mëparshëm se ndihma ishte rrugës për protestuesit.